E pra të dashur miqtë e mi, ja ku po vazhdojmë të ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht në këtë orë të vonë, për të ndarë një histori të dhimbshme. Për të ndarë një rrëfim që mua më ka tronditur, më besoni, krejtësisht. Rrëfimi që më ka ardhur bëhet fjalë për lotët e një vajze, një baba, e shet vajzën e tij te një miku i vet për të paguar borxhin që i kishte mbetur këtij mikut. Nuk e di nga t'ja filloj thot këtë rrëfim, sepse çdo fjali më djeg si plagë e hapur. Ka histori që njerëzit i mbajnë të fshehura gjatë gjithë jetës. Sepse turpi, dhimbja dhe frika i mbysin më shumë se vetë e vërteta e madhe. Kjo është historia ime. Historia e një fëmije që u shit nga babai vet për disa para. Kam lindur në një familje të them të varfër. Shtëpia jonë ishte e vogël, muret ishin të çara dhe çatia që pikonte sa herë që binte shi. Por varfëria nuk ishte gjëja më e keqe e mundshme. Gjëja më e keqe ishte heshtja. Heshtja e nënës time, sytë e saj gjithmonë të ulur dhe nervozizmi i babait që kthehej çdo natë vonë me erë alkooli dhe me fytyrë të errët. Që e vogël, e kuptova se babai kishte borxhe. Shumë borxhe. Njerëz që vinin tek dera, zëra të ashpër edhe shumë kërcënime. E dëgjoja nënën duke qarë natën edhe duke i thënë babait mos i përzej fëmijët, të lutem. Por një ditë gjithçka ndryshoi. Isha ende fëmijë kur babai më tha se do të shkoja për disa ditë diku larg. Tha se ishte në fakt për të mirën time. Më veshi me rroba të pastra, gjë që realisht babai nuk e bënte kurrë këtë gjë. Nëna dridhej. Duart i dridheshin, ndërsa më përqafonte, lotët i binin mbi flokët e mi. E pyeta, mami pse po qan? Ajo nuk foli. Babai më kapi nga dora edhe më nxori jashtë. Hypëm së bashku në një makinë të huaj. Një burr tjetër ishte aty. Nuk më pëlqeu në fakt fytyra e tij. Syt i kishte të ftohtë edhe pa shpirt. Atë ditë, pikërisht atë ditë, babai më shiti. Më shiti për të larë borxhin e tij. Unë këtë të vërtet e mora vesh të më vonë. Por shpirti im e ndjeu që në atë çast. Ndjeva se po më hiqnin nga jeta ime. Po më hiqnin nga nëna ime, nga fëmijëria ime. Ndjeva se nuk isha më njeri, por isha një mall. Shtëpia ku më çuan ata nuk ishte shtëpi, por ishte një burg. Ditët ishin të gjata edhe netët ishin të pafundme. Nuk kishte dashuri,
nuk kishte gjëra të bukura, nuk kishte fjalë të mira, vetëm urdhra, frikë dhe heshtje. Më trajtonin si kur të mos ekzistoja, si të isha një send i blerë. Çdo natë unë qaja në heshtje. I lutesha Zotit e i lutesha nënës time. Edhe pse nuk isha aty, pyesja veten, pse babi më shiti? A nuk më donte më? Kaluan vite, u rita shumë shpejt. Nuk isha më fëmijë, isha një shpirt i lodhur. Çdo ditë brenda mbaja një plak që nuk shërohej. Nuk e haroja fytyrën e babait, momentin kur më la dhe nuk u kthye më pas. Kur u rita mjaftueshëm për të ikur, ika. Pa para, pa dokumenta dhe pas një gjë. Vetëm me dhimbjen time. Jeta nuk më bëhe lehtë, por të paktën isha e lirë. Pas shumë vitesh mora vesh se babi ishte gjallë dhe unë ika që ta takoja. E takova, e pash në sy. Ai e uli kokën, nuk kërkoi falje. Tha vetëm nuk kisha zgjidhjen. Por unë kisha humbur gjithçka. Humba fëmijërinë, humbja besimin, humba ndjenjën e sigurisë. Edhe humba gjën më të shtrenjtë, babain tim. Pa e pasur kur. Sot jam ende në këmbë. Jo sepse jeta ishte e drejtë me mua, por sepse unë vendosa të mos të thyhem më. E tregoj këtë histori jo për mëshirë, por që bota ta di se ka fëmijë që shiten, jo sepse nuk vlejnë, por sepse të rriturit dështojnë. Nëse e dëgjoni këtë rëfimin tim dhe jeni prindër, mos harroni kur. Varfëria justifikohet, por tradhtia ndaj fëmijës kur. Kjo ishte jeta ime. Një jetë e shitur për borxhe, por jo në fakt e humbur për gjithmonë. Këto janë fjalët e kësaj vajze, e cila në fakt është shitur padrejtësisht nga babai i saj. Unë do kisha dashur të apeloj ndaj të gjithë prindërve që kanë mendime të këtilla, që e përdorin fëmijën si asetin më të afërt të tyre për të shpëtuar nga ato vështirësitë në thonjza të jetës. Do doja të them që fëmia është shumë i rëndësishëm. Dhe dashuroni fëmijët, jepni fëmijës atë që meriton, sepse të shkatrosh jetën e një fëmije është sikur të të vi tavani mbi kokë.